Këtë të diel, 2 nëntor vendi ynë u zhyt në zi, flamujt u ulën në gjysmë shtiz dhe qindra qytetarin dhanë lam të mirën e fundit Fatos Nanos, njeriu që shënoi me gërma të arta emrin e tij në historinë shqiptare. Bashkëshortja e tij Joana Nano dhe 3 fëmijët shtrënguan duart dhe pranuan ngushëllimet nga qytetar të thjeshtë, politikan, gazetar, njerëz të artit, kulturës, sportit dhe figura të shuara nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Por vëmendje mori edhe mungesa e Regjina Nanos, ish bashkëshortes së Fatos Nanos, dashurisë së tij të parë dhe shoqes së gjimnazit e cila i dhuroi 2 fëmijë, Sokolin dhe Edlirën. Shumë u përfol nëpër media prezenca e saj, madje në disa prej tyre një tjetër grua u tha se ishte Regjina Nano. Por, sipas Newsbomb.al, ish bashkëshortja e Nanos nuk mori pjesë në omazhet e zhvilluara ditën e sotme në Pallatin e Kongreseve dhe gruaja e cila u përfol se ishte Regjina Nano është në të vërtetë Shefikat Ngjela, biznesmene nga Tirana.